Fëmijët në vendin tonë nuk janë mirë të informuar në lidhje me krizën e refugjatëve, e që të mësojnë më tepër rreth kësaj çështje dhe vuajtjeve të refugjatëve. Organizata qeveritare e njohur si Ambasada e parë për fëmijë në botë, Megjashi, publikoi doracakun e përkthyer nga gjuha kroate. Të gjithë jemi fëmijë të kësaj bote. Ana Bitulianu nga ekipi për arsim paqësor të Ambasadës për fëmijë Megjashi thotë se në përshkolla flitet shumë pak në lidhje me gjendjen e rëndë të refugjatëve. Bitulianu vlerëson se duhet që fëmijëve t'u jepet më shumë hapësirë që të flasin për këto tema të ndihshme. Atë që ne kishim si stimul të rëndësishëm është mos t'i nënvlerësojmë fëmijët. Ajo për të cilën në shkollë nuk flitet shumë apo flitet vetëm në mënyrë jo formale, për këtë që po ndodh, nuk do të thotë se fëmijët nuk flasin në mesvete dhe nuk po i nevojitet hapësirë për të biseduar për këto tema. Edhe Kiril Temkov nga Fakulteti i Filozofisë në Shkup mbështet qëndrimin e Bitulianut. Ai thotë se fëmijët tonë duhet të jenë se me çfarë duhet të përballen moshatarët e tyre emigrant. Jo për të ndihmuar në ballafaqim me krizën e emigrantëve, por për t'i shpjeguar fëmijëve sepse dhe fëmijët duhet të kuptojnë se si vuajnë fëmijë të tjerë dhe si duhet t'ju ndihmojnë. Aktivistët e Megjashit duhet të punojnë më lehtësisht me doracakun e ri, thotë Dragi Zmianac. Sipas tij duhet të punohet më shumë me fëmijët që të largohen para gjykimet dhe mitet që janë krijuar për refugjatët. Të shpresojmë se ky doracak do t'ju ndihmojë aktivistëve, punëtorëve tanë të punojnë me fëmijë, të i kalojnë stereotipet dhe paragjykimet, kurse shumë të rëndësishme e kam t'i theksoj dhe mitët të cilët i hasin qytetarët në opinion në lidhje me refugjatët. Ambasada e parë për fëmijë Megjashi ka 26 vite që është aktive dhe së pari filloi të punojë me refugjatët nga konflikti i Bosnjës, pastaj me refugjatët nga Kosova, e më pas edhe me të zhvendosurit e konfliktit të brendshëm të vitit 2001, e tani me refugjatët nga lindja e mesme.